Përshëndetje miq të dashur të InTV. Do t'jemi edhe sot si çdo të shtunë për rreth 60 minuta për të folur për tema të ndryshme. Si për shembull do flasim për Elhaj Dadanin, e cila ndau me në një foto që më shumë se sa një set fotografik, duket të jetë një paralajmërim për një klip të ri. Të shohim çdo trasir kësaj here këngëtare shqiptare. Ndërsa lajme jo të mira vijnë për ata që prisnin sezonin e ri të Big Brother. Arbana Osmani do të vazhdojë të jetë prezantuesja, por lajmëroi në një postim në faqen e saj se Big Brother do fillojë vitin e ardhshëm. Por këto e të tjera, ndjekim insertin në vazhdim. Pas performancës së Elhaj Dadanit në Eurosong 2015, bukurosha 23 vjeçare ka pak që i mungon skenës, por një postim i fundit në Instagram na bëri të mendojmë ndryshe. Ajo shkruan: "Mezi presta ndaj këtë me të gjithë." Të ndaj çfarë? Një set të ri fotografik, duke qenë se në mbi shkrimin e fotos është përfshirë fotografia e Eugenio Qose, apo një video të re muzikore. Nga fotoja, duket si një femër që kërkon të largohet në një nga ato udhëtime si tek filmi Thelma e Louise. Interesante, çfarë do të ketë ndërmend Elhajda, si ajo edhe ne mezi presim ta marrim vesh. Ndonse një javë zymt për sa i përket kohës, duket se për Arbana Osmani ka rezultuar plot ngjyra. E themi këtë pasi prezantuesja simpatike ka njoftuar përmes Instagramit të saj se do të rikthehet në sezonin e ardhshëm, të nëntë të reality show Big Brother, i cili këtë vit duket se do i mungoj ekranit për të rikthyer në 2017. Një spektakël ky që vitin e kaluar ishte në drejtimin e kolegut të saj Ledion Liço. Jo më kot i përmendëm ngjyrat, pasi nga postimi i Arbanës vumre tek tuk ndonjë notë ironie, por njëkohësisht edhe humori me shprehjen si "nëse deri atëherë nuk kam nisur ndonjë beb tjetër" apo taksirat. Sa të pathëna pas ka patur kjo javë. I ftuar në Fan Day së bashku me bashkëpunëtorët e tij Lindoni dhe Floriani, këngëtarja Adrian Gaxha ka rënë në grackën e lojës po apo jo të Fatmës. Pas pyetjeve, a je xheloz, a je futur në semafor me të kuqe, a ke vjedhur ndonjëherë, Fatma ka ngacmuar Adrianin duke pyetur nëse mban marrëdhënie me kolegun e tij Flor Mumajesin, apo akoma më interesante, me ish të dashurën Luana Vjollca. Të dyja pyetjeve, artisti është përgjigjur në heshtje, praktikisht jo, një detaj që ka lënë të kuptohet se e shkuara nuk është dhe aq e harruar për Gaxhën. Si kur bëhet fjalë për konflikte për këngë mes artistësh, ashtu edhe kur bëhet fjalë për të ruajtur një marrëdhënie miqësie me një femër. Një valë ngrohtë urimesh mbuloi këtë javë gjithë rrjetet sociale e më gjerë. Të gjithë e dim se 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, edhe pse në Shqipëri njihet edhe si dita e nënës. Si e tillë, ka një vlerë të veçantë për të festuar arritjet e femrave në të gjithë historinë e njerëzimit. Për ta theksuar edhe një herë rëndësinë e kësaj dite, kemi përzgjedhur disa nga urimet që personazhet tanë të dashur ju kanë dhënë nënave të tyre, duke nisur nga Ermal Mamaçi e deri tek Noisi. Ja kush kanë qenë personazhet e përzgjedhur. Për sa i përket kinematografisë, një film i ri do t'ju jap drejtërima. Quhet The Darkness, traileri të cilit ka pak që ka dalë dhe menjëherë të jep një ndjesi frike. Filmi ka lidhje me një familje, e cila kthehet në shtëpi pas pushimeve në Grand Canyon, dhe pjesëtarët zbulojnë menjëherë se kanë sjellë në shtëpi një forcë të mbinatyrshme, e cila i terrorizon duke i mbajtur me frikë dhe i shkatron ata përbrenda. Një film i zhanrit horror me një kast aktorësh të njohur si Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Moses e tjerë. Filmi pritet të dalë për herë të parë në 13 maj të këtij viti. Kolegu im Albi Isakaj përgatiti për një report eventin organizuar nga Enter që u zhvillua në Lollipop Club, ku performoi dhe DJ i njohur francez Cyrus Hood. Ndjekim bashkë tani si ishin organizuar këto evente. We are excited too, especially because your music is very unique. You mix house music with hip hop. Is it difficult? I don't really mix house music with hip hop. I use hip hop as an inspiration to create my own house.
Salut, Cyrus Hood and you're watching InTV. Nëse ka diçka që përfaqëson më së miri kulturën e një vendi, ajo është kuzhina dhe ne jemi sot këtu në Sheraton për të zbuluar më tepër rreth kuzhinës greke. I'm here with Sotiris Evangelou, the chef executive of King George and Grand Britannia, King George and Grand Britannia. I come in Tirana to have Greek events with support of Greek embassy. We try to open the window for Greece, and tomorrow we cook for the people in Tirana. Special Greek menu, but traditional menu and tasted, but preparation with new wave. We start. A lot of olive oil. Yes, we use only olive oil. It's a better product for Greece, and so we use it every day. So what we prepare. The first plate we prepare tomorrow is Sibas tartar with botargo, and after that shrimps with pasta iuveci, sorbet ouzo of course, and after for the main course we have lamb, small lamb cooked to wave. And for the dessert we choose to prepare Greek yogurt with ice cream, with strawberries and honey. Ndërkohë jam tani këtu me Anjeza Mahjan, prezantuese në emisionin në shtëpinë tonë në Top Channel. Anjeza, ti je pak brenda fushës pasi në emisionin tuaj ju diskutoni shpesh rreth gatimeve apo gjëra që kanë lidhje me kuzhinën. Si të është dukur menuja deri tani? Në fakt kjo është arsyeja që kam ardhur për hir të emisionit, pasi kam ndjekur nga afër kuzhinjerin se si realizoi disa nga recetat për t'i ofruar në emision në një temë të caktuar që kuzhina shqiptare ndikuar nga kuzhina greke. Ndërkohë që ajo që unë po provoj deri tani, me thënë të drejtën, është një recet shumë e thjeshtë që ka përbërës të traditës greke, shumë të shijshme, të lehta. Anjeza, shumë faleminderit edhe shpresojmë ta shijosh sa më shumë menun. Shpresoj ta shijosh dhe ti me ne. Miqtë InTV, unë jam këtu me Fjodora Fjorën, gazetaren, producenten e emisionit Shik, e cila sonte vërtet është shumë shik. Por unë nuk do ta pyes për veshjen e saj, do ta pyes pak për gatimet e shef Sotirit. Si t'janë dukur deri tani pjatat? Në fakt janë vërtet impresionuese, sigurisht ai ka sjell një finesë të jashtëzakonshme në atë që mund të quhet gatim gurme, por megjithatë ka mbajtur brenda element shumë të fortë grek, si dhe gjithmonë produkte tipike greke si vajni ullirit shumë të ndjeshëm, si peshkun levrek, si peshk të tymosur, gjithçka pra që ka të bëjë me ato aromat tipike të mesdheut të Greqisë që të ngritura në një nivel të lartë, kuzhinë e marrë një tjetër shihe. Dhe do ta shijojmë tani. Këtë javë në intervistën ndyshe, do të kem të ftuar dy këngëtarë të cilët mbase ju nuk e dini, por janë dhe miq mjaft të mirë. Enis Gjoka dhe Endrik Beba do të rrëfejnë për ne detaje të ndryshme dhe do ndajnë eksperiencat e tyre gjatë koncerteve. Të gjithë i njihni dy të ftuarit tanë, prandaj pa humbur kohën, ndjekim së bashku ç'kan për na thënë sot për Gossip Girl.
Përshëndetje të gjithëve, jam Endrik Bebën, mikun tim. Jemi për të pirë një gotë sot në INTV, në intervistën Duo, po një shprehje domethënë. Edhe shpresoj të kënaqeni në vazhdim me në dy. Si thotë më shumë. Po don me ardhmë me pinë gotë me neve, hajde. Jeni të mirë pritur, kështu që. Sot do jemi edhe prezantues. Do vëmë edhe show. Ti se ke për të parë, Po unë di gjitha ti çfarë më pyet. Bëj gjoja sikur s'di asgjë gjë. Po ishi duke bë kong, më thanë. Po unë s'para bëj kong, me thonë drejtë. Po vendosa me bë tashi. Edhe është një këngë e cila do të dalë shumë shpejt. Është një videoklip, balad është e para. E dyta është rock, e treta është baladi bi. Ja. Rock i bi, me rregull dyshi. Kush ti ka kompozuar? Ka ku studio kjo punë? Atëherë një këngë është e Ndrit Shanit, miku tim vjetër. Përshëndesim Shanin. E përshëndesim sigurisht. Se erdhi ta pinte gotë me ne Shanin. Po sepse Shani nuk pi alkol. Shani është pro natyrës dhe vrapit. Këngët e tjera në të mijat. Gjithsesi, domethënë do të kaloj pak kohë në momentin që do dalin pak këto projekte. Janë projektuar për klipe, shpresojmë që Po videoklip me këtë bësh. Se sa herë takoj miqtë e mi që e shohin që njohet kam shok, thonë gjithë ai videoklipi Gogolit shumë i bukur. Ja bra, ti e di domethënë me këtë bëj edhe atëherë është Check Production, Tani Juli, të cilët domethënë do realizojnë këto klipe. Edhe me siguri domethënë paktën me bindjen time unë mendoj që do jenë të arrira, po hajsa unë do Gogoli. Po festivalet do lanë. Do bëjnë pyetjen ty apo do pyesësh vetëm ti mua? Pyes unë. Ti e dim që je kështu prezantues, po. Festivali, çfarë ishte për festivali? Do futesh në një nga këngët në festival, do marrësh pjesë dhe jo, si vjet jo. Shumë mirë apo. Si vjet jo, do bëj pushim sepse isha më shumë se ç'duhet ndoshta prezent në për edicionet kompetitive këtë vit, kështu që ta lëm pushim këtë vit vetëm me videoklipe. Ti çka ke bëu? Vetëm live. Në dhjetor që nxora këngën e fundit duhet me Jusin. Tani jam duke punu një këngë të re me Stinën, po akoma nuk po gjejmë atë brumin e dur. Pse? Varet si e zë Stinën. Si e zë Stinën? Po zakonisht tani edhe pak alkool pim edhe harrojmë. Fillojmë pim alkoolin, harrojmë muzikën. Kur fillojmë muzikën duhet pak alkool dhe pastaj prapë harrohet prapë muzika. Po tash. Të gjejmë binaret e dur. Po besoj se demon e ke një gjuhë. Po patjetër. Faktikisht Stina kishte shumë produksione që mendonte se mu përshtasnin mua. Më ka treguar disa prej tyre, nga 20 zgjolla 7, të cilat janë balada, disa anojnë dhe tek R&B. Që nga 20 këngë që të ka treguar Stina ke zgjedhur 7, domethënë ti do bësh 7 këngë të reja në produksionin e Stinës. Stinës, po. Edhe besoj se vetëm me nesën do bashkëpunoj, se kam edhe afër shtëpisë. Kjo është kryesore, se edhe Urbani është bëu 400 lekë, është çik. Po këto 7 këngë domethënë kush do jetë e para dhe si do dalë? Do dalë në kompeticion, do dalë në videoklip, si do dalë? Jo, do merrem vetëm me videoklipe. Faktikisht Stina tani ka bërë një si tip studio produksioni që mbulon dhe klipet. Edhe është mirë dhe për mua. Dhe kënga e parë është tip rock, balad rocku, goxha e bukur, me tematikë shumë të catchy tune që ta zë veshi direkt. Pastaj kishte menduar diçka tjetër, faktikisht Stina thotë gjithmonë do të bëj Justin Timberlake shqiptar, do të bëj Justin. Unë hoqa edhe mjegër. Po. Do ta lej prapë tash. Puna që Justin Timberlake më duket se kalon mjegër tash, këtë fulet. Po shqiptarë, ne tani e nisëm nga zero. Domethënë me klipe bës, në? Patjetër me klipe, pastaj është edhe një këngë që po klipet ku do të bësh apo akoma është herët? Akoma është herët nuk për klipet. Plus që duhet pa edhe tregu se unë shpresoj shumë që të futet në fuqi dhe drejta autorit të Shqipërisë dhe të largohet ajo koha që ti shkon tek një studio produksioni, bën këngën dhe kur merr një videoklip shkon ke një filan televizion dhe i thon na kaq lek të lutem transmetohet. Po, është vërtet, jam me ty këtë pjesë. Ore se vetëm për mu folëm me plak. Tash do flasim çik për ty. Çfarë do bë? Ku je duke kënduar, ku je duke u shfaqur, domethënë. Po me live, zakonisht më vlog.
komplet ndryshim repertori. Edhe jam shmangur pak në rocku, po më ndjesh është edhe qejf i ri. Ndoshta këngët që janë hite nga shqiptarët është vërtet shumë gjë e re, e di si. U gjuke, po mirë mësa erdhëm këtu te lokali direkte pa në kjeri, sa se e do pësu. Vazhdo në koma me bicikletën ti se e mora unë një, po s'kam neva fare. Që Banakeri më tha mund se e do pësu. Po pra, sa të pa, ishte çudi kjo më duket. Bicikleta ma vodhen. Iku bicikleta? Iku bicikleta, e kisha të shtëpia poshtë pallatit. Kam qenin. Ke qenin. Kam qenin. Ai qeni si joti ishin nxjerrë tërkohës në Instagram. Po jemi sigurisht. Ai është qeni im, domethënë, kam 2 muaj që kam marrë edhe në vend bicikletës kam qenin për këtë pjesë që thotë. Edhe vrapon pastaj. E nuk vrapon dot se është akoma i vogël, por problemi është domethënë që ti vrapon ti. Unë vrapoj vetëm. Po bravo. Kam fillu vrapin me gjëra llafi. Shumë bukur në parkun ton. Ku mund të gjejmë fanse duke vrapuar? Te liçeni. Te liçeni. Ku tjetër? Ku tjetër? Po me live. Mirë. Goxha mirë. Gjithë kjo fal vetëm publikut që i cili ka preferenca për të pasur aty afër. Ti di shumë mirë sepse ti e ndjen edhe vetë këtë pjesë. Unë mendoj që ka ardhur koha për shembull të tregosh ti se si kanë shkuar prapaskenat e klipit tënd me Jusin për shembull. Po xhamia po tregoj, Jusin e ke parë, se e ke pa video, të tregu. Jusi është edhe mami, për më tepër. Edhe regjizori i klipit na jep një pjesë, një skenë që ne duhet ishim sikur kishim alkimi me njëri tjetrin, prekjet sensuale, do kalonim edhe në shtratë, kështu edhe pa shihet, është seriozisht. Okej, mirë. Do përpiqem ta boj, po. Nuk kam çati boj se kam shoqë shumë edhe nuk më vjen me pa në sy, shikoj në sy dhe në vitem i qesh. E kupton? U ndryshu komplet ideologjia e klipit, se klipi ishte... Pastaj dolet veç e veç, shumë. Po, pastaj ajo që merrti me qesh, nëse ke pa klipin me vëmendje, unë jam duke ecë në rrugë, Jusi më shikon nga taksia, më ndalon mua. Ma bo, ç'kemi si e më merr numrin e telefonit dhe pjesa tjetër është në hotel. Kupton? Që do thot? Është fapi nga rinia shqiptare, bukur shumë. Lukafja. Gëzuar. Jusi, përshëndetje. Ju e dini tashmë që në Instatopic flasim për ato që bën më shumë bujë në Instagram. Pikërisht ajo që zuri faqet e lajmeve, gazetave dhe profileve të VIP-ave ishte java e modës e cila u përmbyll këto ditë pas turit në New York, Londër, Milano e Paris. Instagrami vloi nga fotot e shumta që personazhe të famshëm postuan gjatë sfilatave apo backstage-eve. Kemi përgatitur për ju momentet më interesante dhe fotot më të bukura të bëra gjatë atyre ditëve. I shohim së bashku kush janë personazhet që ndan me ne momentet më të bukura. Ky ishte një muaj i mbushur plot me modë, por Instatopic kësaj jave i dedikohet përmbylljes së saj me javën e modës në Paris, duke qenë se Instagrami vlonte nga fotot e shumta që u postuan nga modelet, por edhe nga personazhet e famshëm që morën pjesë. Ja cilët ishin personazhet që ndan me ne momentet më të bukura. Modeli amerikane Karlie Kloss ka sfiluar dhe në mbylljen e javës së modës në Paris, ku sfiloi për emrat më të njohur të modës si Balmain, Versace, Elias Saab apo dhe shumë të tjerë. Gjatë kësaj jave, ajo ka pozuar në rrugët e Parisit dhe gjithashtu ka postuar foto të ndryshme gjatë sfilatave apo momenteve në backstage. Kendall Jenner, modelja e familjes Kardashian, gjithashtu sfiloi në mbylljen e javës së modës në Paris, për marka si Givenchy, Michael Kors, Balmain e Marc Jacobs. Edhe pse jo shumë aktive në Instagram gjatë këtyre ditëve, ajo ka postuar disa foto nga momente të ndryshme gjatë qëndrimit të saj. Supermodelja ruse Irina Shayk është shfaqur tepër seksi në tapetin e kuq të javës së modës në Paris, ku përveç se ka sfiluar, ka marrë pjesë në partin organizuar nga L'Oreal si imazhi kryesor, e veshur me një fustan të kuq me të cilin rrezatonte. Irina nuk ka kursyer as fotot në Instagram, me të cilat ka mbushur profilin e saj nga sfilatat në të cilat mori pjesë si modele e Givenchy apo Miu Miu. Selfie me miket e saj Bella Hadid dhe Gigi Hadid nuk munguan. Motrat Hadid, Bella dhe Gigi, pasi bën xhiron e botës, mbyllën gjithashtu sagën e gjatë të sfilatave të shumta që patën gjatë javës së modës. Bella postoi foto në profilin e saj në Instagram gjatë sfilatave për Chanel, Givenchy dhe Prada, por nuk harroi të postonte dhe foton tipike me pamje nga kulla Eiffel. Gigi ndërkohë u shfaq për krah mikes së saj modeles Kendall Jenner, ku të dyja ndryshuan ngjyrën e flokëve.
përveç personazheve të famshëm botror, ishin dhe ata shqiptar të cilët u bën pjesë e javës së modës. Modelja Aurela Hoxha, bashkë me mikun e fotografin e saj njëkohësisht Endrit Mërtiri dhe modelen Dorina Gegici, u pa në radhët e të ftuarve në Milano Fashion Week, e më pas në Paris. Fotot e videot e shumta me personazhet e famshëm nuk munguan sigurisht, siç ishin dhe ato me modelet Bianca Balti e Irina Shayek. Me sa duket, gjatë qëndrimit në Paris, Aurela ka takuar një tjetër fashioniste, Armina Mevlanin, e cila gjithashtu ishte në 2 javët e fundit të modës në Milano e Paris. Armina ka postuar foto e video nga sfilatat e ndryshme si Cavalli, Elisabetta Franchi e D-Squared. Para ajo që ra në sy, ishte edhe një video e bërë me telefon në makinë, ku Armina imiton Kendall Jenner, e cila në një miniklip të publikuar vetëm 2 javë më parë, thoshte se jeta prej modele ishte e lodhshme dhe nuk ishte kohë për asgjë. Madje ajo u depilua dhe në makinë, ndërsa Armina ishte duke krehur flokët. Siç duket, nga impenjimet e shumta nuk ka mundur ta bënte më parë. Këto ishin disa nga personazhet e huaj dhe shqiptar që përcollën tek ne momentet të rrugëtimit të tyre në javën e modës. Një event që përfshiu jo vetëm ata që morën pjesë, por edhe të ftuarit. Prandaj, Instagrami ishte plot me foto e video nga pasarelat më të bukura në botë. Të presim tani sezonin e ardhshëm të javës së modës. Po që më shkon kjo pjesa kur jap lajmet e javës. Do të vazhdojmë tani me këngën e re të Nora Estrefit, e cila është publikuar vetëm 2 ditë më parë, por që gjallë disa dyshime nëse është apo jo e kopjuar nga Bruno, këngëtari i cili lançoi vetëm pak kohë më parë trailerin e këngës së re Abon me ditë. Kalim tani tek Rita Ora, e cila në eventin We Day UK ka mbajtur një fjali mjaft prekës. Lajmet nuk mbarojnë me kaq, prandaj ju ftoj të ndjekim bashkë insertin në vazhdim. Sa të kom dasht është kënga më e re nga Nora Estrefi. Dhe me njëherë portalet online kanë filluar të ngrenë pyetjen se përse refreni i hitit të ri ngjanaj shumë me këngën Abon me ditë, të cilën artisti i ri Thridos Bruno ka postuar një muaj më parë si një trailer për projektin e tij të radhës. INTV është informuar me njëherë për këtë çështje dhe ju bëj me dije se bëhet fjalë për një refren i cili është prodhuar nga Nurtel dhe Granit Gashi dhe që rregullisht i është shitur artistes e cila e bëri pjesë të projektit që sapo prezantoi. Nga të njëjtat burime mësojmë se Bruno nuk do e prezantoj këngën e re, edhe pse traileri ende është i postuar në profilin e tij në Instagram. Pra këtë herë nuk bëhet fjalë për një kopje, që sigurisht nuk do t'i shkonte asnjërs prej palëve, por thjesht për një ujdi të rënd mes tyre. Ajo që mbetet është të shijojmë projektin e ri të Norës dhe të presim atë të radhës nga Bruno. Rita Ora kthen kokën pas 20 vjet më parë. Këngëtarja e talentuar ka folur hapur për racizmin dhe indiferencën që ajo dhe familja e saj nga Kosova kanë përjetuar në kohën kur kanë emigruar në Londër. Ishte viti 1992, kur artistja 25 vjeçare, edhe pse ende një vajzë e vogël, mund të kuptonte shumë mirë periudhën e vështirë të luftës që po ndodhte në Kosovë dhe çfarë vështirësish po kalonte familja e saj. Ajo ishte pjesëmarrëse e eventit We Day UK të mbajtur në stadiumin Wembley në Londër, ku foli gati e përlotur për jetën e saj prej emigranteje dhe krizën që po kalojnë emigrantët sirianë në këto momente. Kam lindur në Kosovë dhe kur isha 1 vjeç, familja ime duhet të largohej nga vendi. Fjala refugjat përmban shumë paragjykime dhe askush nuk dihet rehat kur ata udhëtojnë në vende të tjera, u shpreh Rita. Disa njerëz janë kundër tyre duke i paragjykuar dhe injoruar, shtoi ajo duke kujtuar kohën kur familja e saj kishte përjetuar të njëjtën gjë. Kjo është mundësia e vetme që ne të tregohemi njerëzor, duke i ndihmuar ata dhe duke lënë pas racizmin, po ashtu edhe frikën ndaj fesë muslimane. Mbyll deklaratën e saj vlerësuesja e X Factor UK. Nuk deshi, por në fund të ditës duket se refuzoi një nga djemtë më të kërkuar në botë. Është kjo historia e Lindsay Lohan, e cila po ju rikthyej historive me thashë theme, duket se thjesht nuk del dot më. Pas muajsh të tërë mungesë, duke ruajtur çuditërisht një profil të ulët, Lindsay u bë sërish kryefjale mediave roz për lidhjen e saj me supermilionerin rus Egor Tarabasov. Ky i fundit është ai që e ka mbajtur bukuroshe 29 vjeçare larg të lasheve, me çfarë thot ajo vet. Megjithatë, thjesht sepse nuk janë bërë publike, nuk do të thotë se ajo vërtet ka qëndruar larg historive pikante. Vet Lindsay deklaron se ka refuzuar as më shumë as më pak një nga djemtë më të adhuruar në botë nga femrat, britanikun Harry Styles. I njohur si Don Juan dhe për lidhjet e tij me femra më të mëdha në moshë, Harry ka kërkuar që të vendosën edhe artiste problematike në listën e tij të trofeve. Lindsay rrëfen se një Harry Styles trok hiti në dhomën e saj të hotelit në orën 2 të natës, dhe megjithëse ajo u intrigua nga pamja e tij jorse, nuk e njohu dhe refuzoi që ta ftonte brenda. Të nesërmen, motra e saj Ellie gati sa nuk ja shkuli flokët për çfarë kishte bërë,
por ishte shumë vonë tashmë. Edhe pse nuk I dihet kurrë, pasi këngëtari 22 vjeçar gjithmonë kthehet dhe vështirë se thotë jo. I kemi parë bashkë rrugëve të botës të kapur për dore, të përqafuar apo duke u puthur. Tashmë çifti Bradley Cooper dhe Irina Shayk ka vendosur të bëjnë zyrtare lidhjen e tyre, duke u shfaqur për herë të parë bashkë në tapetin e kuq të një eventi. Kjo gjë ka ndodhur mbrëmjen e së martës në Paris, ku Bradley dhe Irina janë shfaqur si çift në festën L'Oreal Red Obsession. Sigurisht një festë ku modelja ka qenë e ftuar speciale, duke qenë se është një ndër imazhet kryesore të kompanisë në fjalë. Të veshur shik, Bradley dhe Irina kanë ruajtur seriozitetin në tapetin e kuq, ndërsa për sa I përket festës, ajo është shoqëruar me puthje të shpeshta. Kujtojmë që çifti janë bashkë që prej maj të vitit të kaluar. Pasi dëgjuam ç'kishin për na thënë dy rockerët tanë të dashur, tani është momenti I pyetjeve të shortit, ku secilit prej tyre I ka rënë themi pyetje që nuk I prisnin. Dhe kur nuk e pret diçka, reagon mirë ose keq. Ndjekim tani si janë përgjigjur Enisi dhe Endriku pyetjeve që unë I kam përgatitur me shumë kujdes. Erdhi kjo. Hajde, çofim. Gjithsesi do të di që unë jam I hapur për çdo pyetje. E kuptoj. Ore nisa që të ka. Kur ke ndërmend të martohesh? A dhe martohesh më ftuti mo? Plak, si mendoni? Mund të martohem unë dhe mos ftoj ty? Parë. Ti medën s'ke marrë me të knu. Ti biles do jesh në tavolinën njëtë me mu. Problemi është që do presë qik. Presim da. Do presësh I qik një... Si thaj, të kam lënë Allah. 5 vjet, 10 vjet minimumi. Okej. Por, ta dish që kur të martohem, do martohesh mo. E ke sigur që je afër me. U kry. Të që ta kapun pyetjen për ty? Merë. Endrik I dashur. A ke kënduar ndonjëherë pa para, pa pagesë, Po. falas, si thon? Ne përveç se kemi qenë bashkë në koncerte bamirësie, duke filluar nga Ilezha, e Dibra, e Jugu, normalisht edhe kemi këndu pa para, po edhe tani që paguhemi dhe sikur. Tash edhe pyetje, me sa kuptojmë se kjo s'është pyetje për ne kemi këndu shumë koncerte bashkë për bamirësi, nga halli. Ke këndu ndonjëherë pa para, domethënë që pris që të meshe para apo është pjesa që ka ndodhur, po zakonisht kur ndodh kjo skema dhe e kuptoj, afrojmë këtë çunat e grupit, ke banda, dhe I them të gjithë, shiko, çuna është momenti që ta konsumoni. Hargjoje pak tani, edhe fillojnë pinë çunat, edhe dalin lekët me pije. Pa, fiks. Këtë moto kam dhe unë. Jetë tu fare. Tani është momenti ta presësh një nga ato gishta të redis. Cila nga këngët e tua është ti e konsideron më të keqen? Tash nëse do bëjmë do bëjmë matën sipas mendimit tim, sigurisht që s'ka këngë të keqe, në momentin që unë do mendoja që ka këngë të keqe, nuk do e nxirja fare. Nëse do bëjmë matën me publikun, atëherë jam I detyruar të them që prapë s'ka këngë të keqe. Pa gëzuar. Tash do të gjejmë një pyetje. Nuk është çështja që pyetja. Thelbi është që përgjigja. Faj. Një sekond. Opa. Ka qenë ndonjë nga këngët e tua e dedikuar për ndonjë femër? Po tani gjitha për femër janë ato po. Domethënë kë veçantë për shkakun, po veçantë nga tekstet që ka histori të vërtet në një nga këngët apo dëgjoj, domethënë se pyetja është histori të vërtet. Jo më kot është bër kur kam qenë te grupi, filloi më është për ty kjo melodi, pastaj vazhdoi më është për ty ky refren. E dedikua asaj vajzës që e shanim ne, që I blinte të gjitha me jo meritokracie, jo, po spuna asaj, ç'a ndodh kur ngrim këmbën e majt, fiket makina, merret patenta. Kuptojnë shumë mirë bashkë I dashur. Zhanri muzikor të cilin ti s'do këndoje kurrë. Mos thuj jo tallava se gjithë ato lek ku do shkojnë. Tallava, le të vdesi varfër. Le të vdes pa buke. Le të vdesi varfër, tallava nuk do këndoj kurrë. Shumë bukur. Tash është rrada ime. Ti mendoj se ka dalë ky version I Daft Punk me kokore.
Ta disha që në fillim i kisha fon kokore, po tash që më njohin s'kam çfarë të bëj. Gjovallini. Okej. Atëherë. Me kë ëndër të bashkëpunosh, domethënë në të ardhmen. Mos them Renis Gjoka, që mos duket shumë kishe, po them Renis Gjoka dhe Aleksandër Gjoka të bëj një trio. Respekt. Atëherë, nëse ne do bashkëpunojmë bashkë, unë do isha njeriu më i lumtur në këtë. S'po them botë, se ndoshta ka njerëz më të lumtur, po të paktën në Shqipëri. Jo, të paktën në Shqipëri. Momenti më i sikletshëm i përjetuar nga fanset. Po sa i përket fansave, domethënë çdo lloj veprimi i tyre, s'besoj. Jo vetëm për mua, po edhe për ty besoj që nuk. Ma bodhe i pyetje se kemi kalqeto pastaj. Se marrum zemjen. Ma bodhe i pyetje tikim se kemi kalqeto. Opa. Gërmuam. Jo, nuk e di. Kapituj të fundit si kam pa. Gërmuam thellë fare. Pyetja që urren ti përgjigjesh. Dyja, gjithmonë. E para, pse u ndave nga grupi. E dyta, a jeni një lidhje serioze ose a ke një të dashur? Këto janë dy pyetjet që urrej të përgjigjem. Urren të përgjigjesh sepse i përgjigjesh shpesh apo? Po bëjnë gjithmonë të njëjtën pyetje, gjithmonë të njëjtën përgjigje do marrin. Okej. Te e para probleme, e dyta toka e askujt dhe të gjithëve. Ne e pimi gotë Renis, po kjo ishte intervista e imja dhe e Renisit për INTV. Shumë faleminderit që na ndoqët, herë tjetër hajde pinë ne gotë me ne. A keni bërë ndonjë foto të bukur të kohët e fundit Instagram? Sepse nëse kanë qenë të bukura, atëherë do ta gjeni veten në rubrikën e vazhdim, pasi do jetë Niko i mirë dhe Niko i keq që do na sjell foto të personazheve të famshëm. Se kë ka zgjedhur, as unë nuk e di. Prandaj jam kurioze po aq sa ju për të parë se çdo të ndodh sot sa tyre të dyve. Ha! Jam Niko. Gjaj me Johnny Bravon, por jo. Përshëndetje, kjo është puntata jone 10, dhe vi këtë të shtunë në puntatën tonë të 10, duke gëzuar dhe duke uruar që t'ju kemi pëlqyer gjithë këtë kohë, duke uruar, duke u lutur tek ai Zot që ta heshin qafe këtu, dhe duke kaluar tek foto e radhës pa humbur kohë. Kate Blanchett. Është abonuar Kate Blanchett tek emisioni jonë. Mua më pëlqen shumë, është në një mbrëmje, në një tapet të kuq, si gjithmonë vjedh vëmendjen, nga veshja e saj, nga karakteri i saj, nga bukuria e saj. Veshja kësaj radhe është Gucci, më pëlqen shumë sepse Gucci këtë vit si në aksesor dhe në veshje ka përdorur detaje, lule apo disa shpend. Më pëlqen shumë, duket si një kukull porcelani, siç e kam thënë dhe herë të tjera. Dhe më pëlqen që veshjet më të bukura të kësaj, unë do t'i kem këtu çdo herë. Një VIP si Kate Blanchett nuk më duket kaq origjinale, duke sjell diçka në tapet të kuqe, e kanë sjell mbase shumë femra të tjera në të njëjtën mbrëmje, apo mbase disa femra të tjera në evente të tjera, në tapete të kuqe të tjera. Do zgjidhja diçka një ngjyrëshe apo diçka jo kaq të parë, por gjithsesi Kate Blanchett është e bukur dhe i falet kësaj radhe, le të themi. Okej, Kate. Samantha Caravello. Më pëlqen shumë Samantha sepse ka përdorur dy nga trendet më mirë, të pranverës dhe të verës 2016. E para ngjyra e bardhë, që është shumë në modë, mban njerë verë në përgjithësi si ngjyrë, dhe e dyta thekët. Thekët dhe mund të them që është nga të parat në showbizin shqiptar që po i përdor për këtë sezon në Instagram apo në rrjetet sociale. Samantha më pëlqen looku i saj i ri me flokë të shkurtra, më pëlqen fiziku, bla bla bla. Tani mi disnesh. Se kjo është ana më serioze, kjo është më e drejta, si shtaj e më reale. A nuk ju duket shumë e parë kjo veshja tani, jo seriozisht, do me thënë se më vjen ca foto këtu dhe automatikisht mendja më shkon diku. Do me thënë 3 personazhe, mendoj, ose Rihanna, ose Beyoncé, ose 4, Kim dhe Kylie. Bingo! Rihanna.
A nuk ju duke do me thënë që ngjahen shumë, mund të ishe bërë gjëja në një ngjyrë tjetër apo me detaje të tjera që mos komentoj shumë, nuk e di, negativisht, duke ditur që unë hyra dhe në Instagramin e saj dhe pas që komentet ishin të shumta, ishin shumë njerëz ato që mendonin njësoj si mua, që kjo është një kopje e Rihanës. Modele, aktore, kukull, nuk e di, mund të shtoj edhe shumë gishta të tjerë, jo vetëm 10, për të folur për Rosie Huntington. Këtu e shohim me një jumpsuit mëndafshi në ngjyrë gri nga Galvan. Është në mbrëmjen e evenimentit të Bulgarit, është në tapetin e kuq. Më pëlqen shumë sepse veshjet e tilla janë të rrezikshme, duke ditur që duhet të kesh një fizik perfekt, një fizik sa më elegant, dhe Rosie e ka. Okej, më gjete një të vëmendshëm Nikon në këtë përzgjedhje fotoje, sepse mund të them që s'më pëlqen fare. Domethënë, kjo gjëja këtu është shumë e parë në Shqipëri. Këto veshjet e mëndafshit, këto gjërat në ngjyrë gri, këto mbase neve na janë ambientuar syt, kemi mësuar të shohim vetëm kështu gjëra dhe mbase realisht na është ngopur syri. Për tani seriozisht. Kur këtu kemi 5 personat ose 6 personat në javë më të veshur më mirë, domethënë. Pse mund të jetë kjo foto këtu? Pse nuk është Gugu apo pse nuk është, nuk e di unë. Dikush tjetër, pse nuk është Iva Tiço, për shembull. Pse Rosi? Foto tjetër. Soni Malaj. Soni Malaj e shikojmë, më duket se duhet të jetë një backstage nga një koncert, që ajo ka patur dhe ka mbajtur në Shqipëri. Më pëlqen që ka përzgjedhur trendin animal print. Mbase nga këtu do hiqja diçka, mund të ishe Peliçja, por në vetvete mund të them që nuk më mbezlis dhe Soni duket seksi. Një seksi mama. Soni Malaj. Ose më fal një sekond që ta komentoj, duhet një sekond vetëm. Soni Malaj. Normalisht, vetëm kështu mund ta komentoja Sonin, i veshur si ajo. Soni Malaj, te kjo foto e shikojmë që ka përzgjedhur një trend si ky që kam unë këtu. Është një trend, nuk e di. Shumë njerëz mendojnë se është veshja e saj, por jo. Soni, pse ke bërë këtë zgjedhje, motra? Përveç shakaz, me thënë, dhe kësaj gjës që mua po ma caron, pse prap animal print, Soni? Ke, do me thënë, që kur të njof me animal print. I bie shumë vite që në 2000-shën, nuk më pëlqen absolutisht trendi, më duket shumë e egzageruar dhe Peliçja dhe jumpsuit animal print. Nuk e di kush ta ka sugjeruar ta veshësh, por mund të ishe mbretresha e Don't. Foto tjetër. Dhe e fundit për sot, Jessica Biel. E shikojmë këtu, që vazhdon është një super sexy mama. Kemi 2 super sexy mami sot në emision. Më pëlqen shumë kombinimi i fustanit me pallton që ka veshur, më pëlqen shumë ngrimi, më pëlqen shumë flokët, më pëlqen që është natyrale. Nuk më pëlqen ky luku i gruas. Jessica, je vetëm 33 vjeç, domethënë, paktën kështu tha Google-i, se edhe mund të gënjej. Je vetëm 33 vjeç, pra unë pretendoj që ti të jesh pak me një luk. Base do evitoja pallton e do shkurtoja pak fustanin. Nëse. Ky është opinioni im. Who cares, fundja? Unë jam këtu për t'ju kënaqur dhe për të kënaqur vetëm normalisht. Shifemi javës tjetër. Ja ku erdhi fundi dhe për sot, më duket sikur më shpejt mbarojmë se sa fillojmë, sepse kur kalon bukur, koha fluturon pa e vënë re. E do t'jeni në minutat në vazhdim me të ftuarit më të mirë të javës në Treja dhe Fandi, ku Rudi, Mateo dhe Fatma kujdesen çdo ditë që ju t'ju kënaqin, ju miqtë të ITV sigurisht. Dhe nga unë Alba, mirupafshim, dhe mos harroni në të njëjtën ditë të jetin kanal Gossip Girl në ITV. Bye bye. Dhe me qenë që jemi në këtë studio, për kuriozitet, mund të them që Brandley ishte një autor i cili bëri një injeksionin kur përdori prostaglandina për herë të parë injeksion në penis, edhe ka dalë në një kongres ku e deklaroi dhe e publikoi
zgjidhjen e vet apo shpikjen e vet, edhe ka qenë interesante se para shumë mjekëve, ishin aty në sallë, ai kishte vesh një palto edhe doli me një penis të erektuar, mbasi kishte bërë injeksionin në trupin e vet. Dhe tha, ja kush është efekti i preparatit të cilët unë kam zbuluar tashmë. Ti fjetë me këtë deputetën? Është të vërtet që ke fjetur me deputetën pasi që ke bërë shpunë për ty? Si më fjetë? Po fjetës bëhet si gjo? Po pra, bëhet gjë? Me fletës bëhet si gjo. Të është i zgjuar. U zgjove me deputetën? Është i zgjuar. Po tash nuk e di është deputet. Po lesi nuk më me që është deputet. Ja, nuk i maj mendin sa gjonat janë. Në fakt ne kemi 2 qendra. Janë 2 qendra. Janë 2 qendra. Është linja e këshillimit për gra dhe vajza, që merret me viktimat e dhunës në familje, dhe me asistencën për to, dhe qendra tjetër është linja e këshillimit për burra dhe djem. Pas ka dhe për burra. Ka filluar funksionon kjo gjë? Semi për vajza e kuptoj. Ja, kjo ishte pjesa që prandaj nuk po ju shpjegoja, se isha e sigurt që dhe ju do bënit të njëjtën gjë. Do mendonit që ne kemi hapur këtë qendër për burrat që janë viktimat dhunës. Apo jo? Se s'ka viktimat dhunës? Jo, kanë hapur për qendër për burrat që t'i këshillojnë për këto për si ta rrash gruan pa e dëmtuar. Jo, mos ta rrash gruan. A nuk është, mendova se i tregoni teknika për shembull që bjeri në përbrinj apo Po t'ishte për teknika do ja mësonim gratë. Ti je sigurt për çështjen e teknikave. Kjo do të ishte shumë efektive. Para 2 ditësh kishte rast. Po mi Malesio. Situatet janë. Si reagojnë femrat kur shohin një mashkull kështu të kuruar në detaj, i palestruar, i gjatë, vishet bukur, i parfumosur, e të tjerë. Femrat janë gjithmonë rrëmull problem. Në vërtet? Kur je në jetën time që e bën don apo s'don, do kesh një emër që të thrasin dhe jesh si ti playboy, jo playboy, po në jetën e single, më kupton që je person vetëm. Dhe nuk është që unë duhet të kaloj një night stand apo diçka, po ndodhin janë gjëra që ndodhin. Janë gjëra e punës time. Sot jam në Shqipëri, pas nesër jam në Miami, një ditë tjetër ndodhem në New York, në Itali, apo në çdo vend bota, apo Ibiza. Dhe jam gjithmonë në një jetë që jam i rrethuar nga femrat. Në qoftë se ajo nuk ka autorizim, është jashtë rregullave. Ja shikojmë edhe një. Nëse ka autorizim, po s'mund ta them për këtë rast sepse autorizimet janë duhet kontrolluar. Tjetër që jepet, kupton? Dakor, dhe ne i kontrollojmë. Çfarë kritere shqipet ajo letër? Tash kriteret duhet pyesni atje ku jepen, sepse për të thyer një urdhë të kryetarit të bashkisë duhet të kesh arsye të forta. Por policia bashkiake nuk jep autorizime, ne i kontrollojmë. Çfarë doja të them? Mësua një herë. Kjo lezet e çaj gjithmonë. Mirë, mund të flas pak, të lutem? Po. Ideja është që kur vin të ftuarit në fillim, ne ju dhurojmë dashuri. Edhe kur na vjen një orë gjysmë me vonesë, gotën nuk do ta marrësh. Edhe kur na vjen një orë gjysmë me vonesë, prapë ju dhurojmë dashuri. Idenë e kisha unë që të përqafoja Adrian, sa të vish. Po prit, se ti më hodhe krahun me sukës dhe nuk bëm të dashur, nëse përqafohemi do martohemi. Po ashtu kanë thënë gazetat. Po, domethënë nëse ne përqafohemi tani, kemi dasëm. Varet cili portal. Varet prej gazetës, portalit. Mirë se erdhe, me vërtet. Shumë faleminderit që erdhe, njerëz se e di që ke qëndruar gjithë fundjavës për të ardhur sot në Fan Day. Është nderi jonë gjithmonë thonë, edhe në që ditën e parë kur e kom pa emisionin, përgjithësi projektin tuaj televizionit. Në thëmë ka pëlqyer gjithmonë që jeni kon tepër urban, keni punu shumë. E menoni çdo detaj. Rama kërkon të fus nga dritarja, meqense nuk e futi nga dera, ligjin kundër shpifjes, ligjin e agitacion propagandës. Jo, pa, mirë, u diskutua dhe u hodh poshtë apo. Një formë figurative për ta shprehur dhe ka gjetur një aneks për ta shtrirë në median online, në tërësi, nëpërmjet ligjit për legalizimin e portaleve elektronike, gjë që nuk është e përputhshme. Ti ke thonë, këtu ke qenë madje. Jo, tamam këtu ke qenë, kishim pozicion ndryshe, ke thonë që unë kur të bëhen 32 vjeç, do martohem. Dhe po bëm një llogari ti ke bërë 32. Ja, kam thonë 32-33. Ti do martohesh ashtu dhe për një 10 vjet tani, e kam parasysh. Kur kam qenë vogël gjyshim ka thënë baje me Andrian kur do i bësh 32-33 do martohesh. Deri atëherë jam. Gënjen, mos bëj tani të luaj unë intervista që ti ke dhënë këtu. I bëre 32, a do martohesh? Shkoj qurfare. Besoj që po. 32? Që po. Dëshira ekziston, ajo se ne më i rëndësishme. Ah, do të thënë paska të dashur Adriani. Hëmë, u dashurove. Jo, thash, dëshira ekziston, energjia, ajo ekziston, ajo ka rëndësi. Mirë, shkur dëshirë para se të shkëputemi, ke të dashur mentalisht? Kur s'kam thënë, po hera e parë edhe unë thëmë si shumë artista, let jetë se. Ligj e tejkalon objektin e vet ligjit ti, pasi ai kërkon të vendos
rregullat tilla që cënojnë lirinë e fjalës, që cënojnë lirinë e medias në përgjithësi, sepse krahas këtyre opinioneve aty theksohet për lajmet paligjshme dhe opinionet paligjshme. Kush quhet një lajm i paligjshëm? Dhe kjo është ajo pyetja dhe dilema ime e madhe. Kush është lajmi i paligjshëm? Pra lajmi i paligjshëm është ai që nuk konvenon me atë çka do të shprehë qeveria, sepse kjo qeverisje e ka nisur karrierën e saj në raport me median duke lançuar omertan, kodin e heshtjes. Pra që ministrat e saj, përfaqësuesit e kabinetit, administratës lartë, mos marrin leje, jepnin asnjë lloj informacioni pa marrë leje ke titullari, gjë që bie në kundërshtim me detyrimin që ka qeverisja për transparencë dhe për informim për publikun. Po, unë jam për filtrim, për moderim. Po përse i përket lajmit paligjshëm i paligjshëm, lajmi i paligjshëm, ajo është pjesë që duhet hequr, ajo është pjesë që duhet kundërshtuar. Sigurisht ne si pjesë e opozitës, komision do bëjmë punën tonë, pasi nuk mund të lëvizim tilla nivela, ose do paraqitet reagimi për lajmin e paligjshëm do jetë reagim absolut. Nëse miratohet do ta çojnë gjykatës kushtetuese. Nëse miratohet patjetër, nëse ka element shkeljes kushtetues,